Do të diskutojmë tani rreth situatës politike në vend. Kam kënaqësinë të kem në breaking Endrit Brajmllarin. Përshëndetje, mirë se vjen në emision. Ndërkohë që në një lidhje direkte do të kemi kolegun Ardit Rada nga Java News. Përshëndetje Ardit, mirë se vjen. Faleminderit. Do doja ta nisja me Endritin, duke qenë se është etiketuar prej kohësh, por ditët e fundit emri yt Endrit është vënë në qendër të vëmendjes si tradhtari i Partisë së Lirisë. E pari ju falenderoj. Jeni ju që i keni dërguar, ndjes se e pari ju falenderoj për ftesën. Dhe sigurisht unë kam një vit e gjysmë jam larguar nga ajo parti dhe nuk kam kontakte me personazhe të asaj partie, kështu që nuk është normale që sa herë që ato kanë në siklet përmendin emrin tim, sepse ndoshta mund të ishte normale për opinionin publik ditët e para, kur unë vendosa të largohesha apo qëndrime që unë mbajta, por tani unë kam një vit e gjysmë jam larguar dhe nuk kam më lidhje me zyrtarët e asaj partie dhe nuk kam më lidhje me të kaluarën time, e kam mbyllur të kaluarën time. Ajo çka unë kam si qëllim në vetvete është e ardhmja ime dhe angazhimi. Ju me të kaluarën, po e kaluar ajo me ju? Po nëse do vazhdojnë të merren me këtë histori, thjesht do humbin më shumë vota në çdo zgjedhje, se nuk jam unë problemi. Problemi është marrëdhënia me qytetarët, programi, e ardhmja, gjua pozitive. Jeni ju që i keni dozuar listën e mbështetësve të Partisë Lirisë, Partisë E para unë mendoj që nuk ka nevojë njeri për listë mbështetës. Pasi çdo parti ka organizimin e vet, ka strukturat e vet që punon. E dyta, unë kam një vit e gjysmë. Ja ime është shumë drejt për drejt. Po pra, e dyta, unë kam një vit e gjysmë jam larguar nga partia. Nuk kam se si unë të kem në dorë listat asaj partie, se si jam më pjesë e atij grupimi. Pra, ajo çka ka dal nga lista mund t'i kesh siguruar edhe para një viti, para 2 vjetër, sepse partia ka një arkiv, ka një database, se ka shkuar mendja ndoshta por jo se nuk ke patur mundësi për ti përvetësuar, le të themi. As nuk jam marrur me çështje listash, as nuk jam marrur me çështje antarësie. Unë kam bërë një fushat për Partinë Socialiste në Tiranë, kam marrë rreth 1960 vota në Tiranë, kam bërë të fushatën time, kanë qenë mbështetës të mi, cilën mua më kanë mbështetur ndër vite. Kështu që nuk korrespondojnë as shifrat e listave. Para se kaloj te Arditi, disa nga të ftuarit që unë kam patur në studio dhe kur i kam pyetur për rrjedhjet e Partisë Lirisë, më kanë thënë që janë kthyer tek Partia M, tek Partia Socialiste. Disa të tjerë ju kanë anatemuar, ju kanë konsideruar si tradhtar, tashmë që presidenti i partisë është në vështirësi, kanë gjetur mënyrën, le të themi, më të lehtë për t'ju shmangur përgjegjësive. Para unë nuk jam larguar kur ka ndodhur ngjarja, unë jam larguar më përpara. Pra nuk kam lidhje fare me Po gjithsesi Partia e Lirisë ishte në prizë. Unë jam larguar për çfarë çështje thelbësore dhe parimore dhe që koha më dha të drejtë, sepse pas me janë larguar edhe shumë njerëz tjerë nga ajo parti. Kështu që nëse ishte larguar vetëm Endrit Brajmllari, fajtori isha unë. Aty është larguar gjithë ekipi drejtues, ç'të merrem me këtë histori. Ardit, e pyeta në mënyrë të drejtë për drejtë Endritin, je ti tradhtari? Po praktikisht Endriti nuk është tradhtari, po ka qenë i detyruar të largohet nga partia, sepse ne e dim gjuetin e shtrijave që nisi Ilir Meta ndaj të shoqes edhe grupit që cilësonte si mbështetës të Monika Kryemadhit. Kështu që zëvendësimi i figurave kyçe të LSI-s që kishin mbajtur peshën më të madhe të opozitës 2017 tutje, po edhe të qeverisjes me Sali Berishën apo me Edi Ramën në koalicion, ishte, si thuash, një kol po shumë e madhe që i dha Ilir Meta partisë tij. Ai mendoi se mund zëvendësote qoftë edhe këta persona që tashmë i akuzon se kanë marrë lista, mund i zëvendësote me disa që s'kishin lista fare. Tani nëse në brenda Partisë Lirisë ka pasur dikush lista në dorë, edhe pas ka qenë kaq e thjeshtë sa që t'i japi listat e Edi Ramës, Edi Rama ta çojnë listë hapur për vete, kjo është qesharake. Dhe pastaj kush është roli patronazhistëve nëse lista u merr kaq kollaj dhe pas ka kushdo. Ilir Meta nuk është problemi se ka akuzuar Endrit Brajmllarin, ka akuzuar dhe Rojën e Derës. Mirë Endriti mori listat, po ai Roja ç'pati, po ekonomistja ç'faj kishte. Domethënë, e gjithë teatri që po paraqitet tani është
është vijimësi e veprimet papërgjegjshme që janë bërë në Partinë e Lirisë, dhe duket sikur planin për ta shkatruar e kishte veti Ilir Meta dhe askush tjetër. Por unë besoj se lufta reale e Metës sot edhe e atyre që kanë mbetur Partinë e Lirisë nuk është më me figurat e larguara. Kjo është shumë qesharake ti thuash njerëzve që o je me partinë, o je armik i partisë. Brahim Llari dhe shumë figura tjera e kanë jetën para, janë përfshirë në politikë herët, kanë drejtën e tyre të bëjnë karrierë si ta mendojnë ata. Kjo është, si thuash, si i stilit fortëve, që ndajnë nga e dashura dhe i thonë ne do ndajemi bashkë, po s'do lidhesh me tjetër se ke qenë e imja. Kështu që në këtë kuptim, unë nuk di çfarë epitetit t'i vej kësaj, por lufta e Ilir Metës sot është me Partinë Demokratike dhe unë e kam shpjeguar që kur doli rezultati i zgjedhjeve. Pra, ai ka pritur që do ketë një votim masiv, ka pritur që do ketë mbështetjen e Berishës, jo vetëm për të marrë mandatin, por për të dalë nga më të votuarit në Shqipëri, për t'i bërë më pas karshillok edhe drejtësisë dhe për t'i thënë që ja, unë jam personi më i votuar edhe ju po më mbani prapa hekurave. Kjo dështoi forca reale e LSI-s, pra e Partisë Lirisë sot është në qarkun e Tiranës, 5 bashki plus diasporën që voton për qarkun e Tiranës, është 7.000 vota. Tani, nëse kjo goditje ka që madhe edhe ky rezultat ka që primitiv, sigur ti është parti që kandido për herë të parë, sigur janë mbledhur 3 shokë atje dhe po hyn zgjedhje, nëse këtë rezultat pas ka patur në dorë zoti Brahim Llari apo tradhtarët e tjerë, atëherë për çfarë flasin më tej? Meta të largohet nga politika, ta mbylli partinë, edhe të mos sfidohet më nga njerëz. Unë po citoj zotin Meta në momentin ku flet pikërisht për ish sekretarin e përgjithshëm të LSI-s, Endrit Brahim Llarin, duke thënë, zoti Endrit Brahim Llari është marrë në pyetje nga Spaku pasi ka firmosur për lobimet dhe ka pasur për detyrë të ndjekë zbatimin e tyre, duke qenë përgjegjës dhe për organizimin dhe për financat. Çuditërisht, Endriti pasi hyri në Spak si përfaqësues i Partisë së Lirisë, doli si rilindas i Edi Ramës dhe siç dihet publikisht u fut dhe në listën e PS për kandidat për deputet në Tiranë. E para kjo është çuditshme sa herë në emision kjo çështje mund për ndjek tani, po është bërë normale s'kam ç'a bëj dhe më vjen të keq. Është edhe kurioziteti i medias. Nuk është normale se kam dhënë një sqarim, po ja prap sqarimin edhe për ty. E para, unë nuk kam lidhje me çështjen e lobimit dhe nuk kam lidhje me ndjekjen e kontratave të lobimit. Këtë e kam sqaruar dhe po sqaroj. Ka folur për një shtetas grek zoti Meta, raporti. Po më është pyesni atë, çojeni pyetje kthej për gjithë, s'kam lidhje me këtë çështje. S'kam lidhje fare me këtë çështje. Për sa i përket kur jam thirrur në 2023, në 2 muaj përpara zgjedhjeve lokale, unë kam hyrë si nënkryetar i Partisë së Lirisë dhe kur kam dalë si kryetar i grupit të këshilltarëve të Partisë së Lirisë në Bashkinë e Tiranës dhe si përfaqësues kryesor i koalicionit Bashkë Fitojmë. Pra unë isha firma kryesore e koalicionit sepse në atë kohë PD nuk kishte logo dhe ishte nën logon e Partisë së Lirisë. Pra nëse unë do kishe dyshime në atë kohë për tradhtia ku diun e para s'do ishon firma kryesore e koalicionit, pra të ndiqja gjithë procedurat dhe që ndjek njëjësi për atë ekip që kam punuar, sepse jemi certifikuar nga KGZ-ja në atë palëzjedhje si një ekip jashtëzakonisht i rregullt në raport me ligjet dhe detyrimet që kemi me KQZ-n dhe nuk do isha kryetari i grupit këshilltarëve apo jo. Kështu që nuk ka logjikë kjo punë dhe e vetmja gjë që bëhet është një përndjekje që bëhet çdo ditë, let më përndjekin, por kjo rëndon familjen time, më rëndon mua, por kjo nuk shqetëson më opinionin publik, sepse opinioni publik e ka të qartë se si është e vërteta. Dhe do dali dhe mbas disa muaj si është e vërteta, pra kjo nuk më shqetëson. Ajo çka un kam tani qëllim në vetvete. Dhe objektivi im është angazhimi im në Partinë Socialiste, të jap maksimumin tim në shërbim të qytetarëve dhe është e vërtet që unë jam kthyer aty. Unë jam i majt, i qendrës së majt gjithë dinte gjë, dhe kolegët e mi brenda se partie ku unë isha e dini shumë këtë gjë. Një pyetje. Kështu që unë jam aty ku duhet isha. Dhe në arenën politike shqiptare kam thënë më përpara, 2 parti janë tani, që në cika sa e fortë është PS apo PD-ja, 2 grupime janë, pra 2 parti janë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që përse njëra të majtën, tjetër të djathtën. Unë këtu e gjej veten dhe këtu jam. Duke qenë se tashmë jeni pjesë e Partisë Socialiste, duke qenë se gjithë këto reagime pa diskutim që lënë një shenjë edhe tek ata që dëgjojnë, edhe tek ata që kanë qenë të përfshirë, le të themi, në Partinë e Lirisë, shihesh me një sy dyshimi nga Partia Socialiste, nga antarët e Partisë Socialiste,
apo kanë fituar besim të plot tek E para janë ndjerë jashtëzakonisht shumë krenar, sepse kanë bërë një fushat shumë pozitive në Tiranë dhe kanë qenë pjesë e skuadre. Janë ndjerë shumë mirë, janë ndjerë si ato cilët kanë 30 e ca vite eksperiencë në atë parti, po ashtu dhe ato cilët kanë dhënë kontribut ndër vite. Pra nuk kanë ndjeri paragjykuar, kanë qenë pjesë e skuadrës, kanë bërë detyrat e mia brenda asaj skuadrë në Tiranë dhe kam thënë edhe tek ju në fillim fare ka filluar fushata, qëllimi im është të jap kontributin tim modest në fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë. Pra, unë e dija shumë i rolin tim, unë kam mirë fushat 35 ditë e fundit, pra nuk kam qenë angazhuar një vit më parë që unë të punoja me struktura, nuk kam qenë pjesë në një strukture të Partisë Socialiste, pra nuk kam mbuluar zonë drejt për drejt, ato kanë qenë vota, po themi personale, të mbështetësve të mi, të cilët më kanë mbështetur ndër vite dhe më dhanë besimin përsëri dhe unë jam shumë i njohës dhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë. Pra, unë doja që në këtë fushat të jepja kontributin tim modest në fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë dhe besoj që kam dhënë atë kontribut të vogël, sepse Partia Socialiste është një forcë politike serioze, e disiplinuar, e organizuar dhe është shumë e madhe. Çka do thotë që është e qartë që raporti im me ato persona cilët kanë shumë vite që japin kontribut në ato parti është një raport ku unë ndjej vlerësim që u bëra pjesë u përfshirë në skuadrën e Tiranës dhe në të gjithë angazhimit tim fushat, presioni im pozitiv që ishte mbi mua, kishte të bënë me faktin që unë t'ja ktheja këtë vlerësim që më bën në mbështetje me vota për të kryer detyrat e mia. Pra në gjithë fushat unë s'kam parë se ku janë ish kolegët e mi. Unë jam fokusuar tek e ardhmja, jam fokusuar te organizimi te roli Partisë Socialiste në Tiranë, te fushata ime e cila ka qenë totalisht pozitive dhe ka qenë një fushat individuale. Dhe për këtë ndjej një vlerësim dhe i falenderoj të gjitha të cilët më kanë mbështetur. Nëse disha angazhuar ko më para, besoj disha akoma më pozitiv rezultati, po jam penduar se duhet të kisha bërë një zgjedhje, domethënë duke parë situatën. Sepse ju keni dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe keni qenë shumë aktiv në Partinë e Lirisë, ose ish LSI-a. Ne jemi takuar shpesh bashkë dhe ju keni qenë një nga figurat kryesore të asaj partie. Besoj viti 2017, pra përfundimi i zgjedhjeve 2017 do ishte ideale që ne të ishim një tmajt të bashkuar dhe të ishim bindur që gjërat do ishin shumë më ndryshe sot. Nuk do ishin në këtë kushte ku jam. Por që ajo ishte zgjedhja, unë i qëndrova atij fronti, besova te ai front dhe nuk është se përballe me shumë kritik edhe në faqen e Facebook-ut, pjesë e madhe jam adresa fake që unë e kuptoj pse bëhen këto ndërhyrje, por unë nuk ndjej e para asnjë keq ardhje për të kaluarën time. Unë kam dhënë kontribut në të kaluarën time, ndjehem jashtëzakonisht shumë pozitiv për gjithçka çka kam dhënë, ashtu si ku ndjehem shumë mirë për zgjedhjen time që kam bërë për të bërë pjesë e Partisë Socialiste. Tek ju në këtë emision për herë të parë e kam thënë që unë si votues i ri, pra që votuar për herë të parë në 2007 kam votuar për Edi Ramën kryetar bashkie në Tiranë, sepse ne kemi qenë koalicion me Partinë Socialiste në 2007. Pra, unë jam në një lidhje natyrale, tani më unë nuk e shoh më problem këtë gjë. Tani më e kaluara ime nuk është më problem tek angazhimi im për të ardhmen time. Unë jam i fokusuar tek roli im modest me qëllim që të mbuloj dhe të realizoj përqëmit e mia. Në këtë fushat elektorale, Partia Socialiste pati një avantazh të jashtëzakonshëm, duke filluar nga promovimi i gjeneratës së re. Për herë të parë në parlamentin e ardhshëm do të kemi nga 83 mandate që Partia Socialiste ka fituar në nivel kombëtar, 53 do të jenë për herë të parë ose janë të rinj. Ndërkohë 50 deputet kanë total opozita. Pra, atë kartë që opozita duhet ta kishte shfrytzuar më mirë se Partia Socialiste për promovuar të rinj, atë e shfrytëzoi sepse këtë kërkon opinioni publik.